Më lejoni fillimisht që të bëj një sqarim sa i përket raportit dhe raportimit të kryesuesit të Komisionit përkohshëm për verifikim të mandateve, sepse u transmetua se kemi ndryshuar qëndrim si grup parlamentar, por në fakt nuk kemi ndryshuar qëndrim. Janë kriju rrethana të reja, Komisioni për verifikim të mandateve është mbledhur dhe ka bë evidentimin e deklaratave publike të kryeministrit dhe ministrave dhe i ka pranuar të njëjtat si dorëheqje. Dhe unanimisht në komision është votuar raporti. Ne e kemi thënë edhe në takimin konsultativ me partitë politike se nëse raporti votohet në komision për verifikim të mandateve, mandej grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike do të votoj. Por më lejoni t'ju informoj edhe një gjë të tillë. Kjo nënkupton që Komisioni për verifikim të mandateve i ka njohur si faktike dorëheqjet deklarative të kryeministrit dhe ministrave, që nënkupton nga data 27 qershor, 27 mars, kur është bërë certifikimi i zgjedhjeve. Të gjithë këta, të cilët sot e kanë bërë betimin, kanë bërë shkelje duke ushtruar funksionin e kryeministrit respektivisht ministrave. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës do të bëj kallëzim penal lidhur me ushtrimin e mandatit që këta e kanë bë nga data 27 mars deri më sot. Do thotë, kjo është, ne nuk kemi ndryshuar qëndrim, sepse neni 70 i kushtetutës e thotë qartë kur fillon mandati deputetit dhe ai fillon me datën e certifikimit të zgjedhjeve. Neni 72 i kushtetutës së Republikës së Kosovës ku flet për papajtueshmërinë e thotë qartë që një deputet nuk mund të ketë edhe funksion ekzekutiv. Deklaratat publike të kryeministrit dhe ministrave janë që ata kanë dhënë dorëheqje. Neni 26 i ligjit për qeverinë e thotë që deputetët e zgjedhur, antarët e kabinetit, nëse janë zgjedhur, duhet të japin dorëheqje një ditë para certifikimit. I bie që nga data 27 mars deri më sot qytetarë të thjesht kanë marrë vendime në ndërtesat e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës do e qoj këtë çështje, do të thonë fillimisht do bëjmë kallëzim penal e mandej do të shohim hapat edhe për trajtimin e kushtetuese. Faleminderit. Unë po e shpjegoj qartë që sot kishim një raport të ri. Sot kishim një raport të ri, antarët përfaqësues të partive politike, duke përfshi këtu antarin tonë që kishim zotin Zemaj dhe të gjithë të tjerët, ju kanë referu rastit të Qazim Qeskës, ku në fakt një deklaratë e tij publike, e dini është tani me ka vendim të gjykatës kushtetuese, ku personi për shkak të deklaratës publike ju ka njohur si dorëheqje. Dhe komisioni ka ardhur në përfundim që t'i njohë deklaratat publike si dorëheqje. Dhe po e tregoj, i kemi njohur sot si të tilla sepse i ka njohur Komisioni i përkohshëm për verifikim të mandateve dhe po tregoj se cilat janë hapat me të cilët Lidhja Demokratike e Kosovës do të procedoj tutje. Jo, interpretimi dhe kuptimi ynë për vendimin e gjykatës kushtetuese, të cilës ju po i referoheni, i jep të drejtë partisë fituese që ta propozojë kryetarin e parlamentit, po domethënë jo gjithsesi. Ata janë përgjegjës që faktikisht i bëjnë numrat për ta votuar. Ne nuk kemi vot për kandidatët të cilët i propozojnë ata. Nëse ata duhet t'i bëjnë votat dhe të votojnë kandidatët e tyre. Jo, na kemi, domethënë nëse do të vinte të një gjë e tillë, na do të kishim emrat tonë për të propozuar, mirë po le të konsumohen të drejtat e partive fituese sipas rezultatit zgjedhor. Nuk kemi ne kandidat të pranueshëm nga radha e lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit.
Po besoj që rezultati zgjedhor ka caktuar edhe përgjithësit për situatë dhe për zhbllokimin. Unë besoj që këtë pyetje duhet ju parashtroni atyre nëse shohim që po ka bllokadë të vazhdueshme nga ana e tyre, sepse nëse ata nuk i kanë 61 vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës për të proceduar me zgjedhjen e kryetarit, ata faktikisht nuk i kanë votat as për qeverinë e Republikës së Kosovës, kështu që duhet ata t'i japin zgjidhje situatës. Nëse do të kemi një bllokadë të vazhdueshme, mandej ne do shohim me organet e partisë dhe të marrim hapa të tjerë. Faleminderit.